Ariu i afrohet gruas në stacionin e autobusit, kur ajo kupton pse vendos ta ndjek atë. Marisa po priste në stacionin e saj të zakonshëm të autobusit në një mëngjes të freskët dhe të qetë, kur ndodhi diçka jashtëzakonshme dhe krejtësisht e papritur. Nga shkuret aty pranë, një arizi i egër u shfaq dhe filloi ngadalë t'i afrojë asaj. Ajo ngriu, zemra i rihte nga frika, teksa kujtonte të gjitha historitë që kishte dëgjuar, se sa të rrezikshme mund të ishin kafshë të egra, veçanërisht të rinj. Instinkti i tha asaj që t'ikte, por diçka në lëvizjet e Ariut e mbajti të qetë. Ai as nuk dukej agresiv. Në vend të kësaj, ajo thjesht qëndroi aty, duke parë me një vështrim që dukej më tepër kurioz se sa armiqësor. Terrori i saj fillestar gradualisht ia la vendin një përzierje abie dhe konfuzioni. Ajo kur nuk kishte parë një arush kaq afër, dhe pavarësisht instinktit të natyrshëm për të mbajtur largësinë e saj, ajo nuk mund të shmangte ndjenjën e çuditshme se ai nuk ishte aty për ta dëmtuar. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqim, abonohuni dhe shtypni zilën e njoftimeve, në mënyrë që të mos humbisni kur historitë tona të ardhshme. Ngadalë, pothuajse me hezitim, ajo bëri një hap drejt Ariut dhe për habin e saj, ai nuk reagoi në mbrojtje. Në vend të kësaj, i dha asaj një gëritje të butë dhe më pas u largua disa hapa prapa, duke ndaluar për të parë mbi supe, sikur t'i bënte shenjë të ndiqte. Marisa nuk mund ta kuptonte plotësisht, por diçka thellë brenda saj e ndjeu se Ariu kishte nevojë për ndihmën e saj.